8 shenja supersticioze që tregojnë se paratë dhe pasuria po vijnë tek ti. Përshëndetje miq të dashur. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj. Në këtë video ku do të flasim për 8 shenja supersticioze nga kultura të ndryshme botërore, si Feng Shui, tradita kineze, evropiane dhe të tjera, që besohet se paralajmërojnë ardhjen e parave, bollkut dhe pasurisë. Këto besime kanë rënje të lashta dhe shumë njerëz ende i ndjekin sot për të tërhequr fat të mirë financiar. Mos harroni, këto janë supersticione, argëtuese dhe frymëzuese, por jo garanci shkencore. Nëse ju pëlqen tema e manifestimit të pasurisë, abonohuni dhe aktivizoni zilën për më shumë video si kjo. Tani, le të fillojmë me shenjën e parë. Shenja 1. Shfaqja e përsëritur e numrit 8. Shenja e parë, që është një nga më të fuqishmet dhe më të njohurat në botën e supersticioneve financiare, shfaqja e vazhdueshme e numrit 8 në jetën tuaj të përditshme. Nëse filloni të vini re numrin 8 kudo, në orë, si 8, 08, 18, 88 nuk ekziston, por 18, 18, në tabela makinash, në faturat e blerjeve, në numrat e telefonit, në adresat, apo madje në ëndra, kjo nuk është rastësi. Sipas traditave të lashta kineze dhe praktikës së Feng Shuit, numri 8 është numri absolut më me fat në botë kur bëhet fjalë për para dhe pasuri. Le të shpjegojmë pse. Në gjuhën kantonisht, numri 8 shqiptohet ba, që tingëllon pothuajse identikisht me fjalën fa, e cila do të thotë të pasurohesh ose prosperitet. Për këtë arsye, në Kinë dhe në komunitetet kineze në mbar botën, njerëzit janë të gatshëm të shpenzojnë shumë amaramendëse vetëm për të pasur numrin 8 në jetën e tyre. Për shembull, në vitin 2008, në lojrat olimpike të Pekinit, ceremonia e hapjes filloi pikërisht në datën 08/08/2008 në orën 8:08 të mbrëmjes, sepse 8 konsiderohet si simbol i fatit të madh kombëtar. Po ashtu, në ankande, numrat e telefonit ose tabelat e makinave me sa më shumë 8 që të jetë e mundur, shiten për miliona dollar. Një tabel makine me vetëm numrin 8 u shit për qindra mijëra dollar. Forma e numrit 8 vetë është simbolike. Ajo përfaqëson infinitin kur e kthen horizontalisht, që do të thotë bollëk i pafund, ekuilibër i përjetshëm dhe rrjedhje e vazhdueshme e energjisë pozitive. Në Feng Shui, numri 8 lidhet me elementin e tokës dhe me drejtimin jugperëndimor të shtëpisë, që është zona e pasurisë dhe marrëdhënieve. Për të aktivizuar këtë energji, shumë njerëz vendosin objekte me 8 në shtëpi, për shembull, 8 monedha kineze të lidhura me një fije të kuqe, që simbolizon mbrojtje dhe fat, ose statuja me 8 elefant, 8 pesh ose 8 simbole të tjera të prosperitetit. Në numerologji perëndimore, numri 8 gjithashtu lidhet me suksesin material, ambicien, autoritetin dhe shpërblimin karmik, domethënë nëse ke punuar shumë. 8 të sinjalizon se shpërblimi po vjen. Nëse shihni sekuenca si 88, 888 ose 8888, fuqia shumë fishohet. 88 do të thotë pasuri e dy fish. 888 është mesazh nga engjëjt për bollëk financiar të madh, dhe 8888 është si një jackpot qiellor. Disa shembuj real nga jeta. Shumë njerëz tregojnë histori se pasi filluan të shihnin 8 kudo, papritur morën një rritje page, gjetën një punë më të mirë, fituan në lotari të vogël, ose morën para të papritura nga një trashëgimi ose rimbursim. Nëse ju po përjetoni këtë tani, mos e injoroni. Është universi që po ju thotë, përgatitu, sepse energjia e pasurisë po rrjedh drejt teje me shpejtësi të madhe. Këshill praktike për ta përforcuar këtë shenjë. Nëse shihni 8 shpesh, filloni të vizualizoni pasurinë tuaj, shkruani afirmacione si unë tërheq bollëk të pafund, ose vendosni një sfond telefoni me numrin 8 ose simbolin e infinitit. Mos harroni, supersticioni funksionon më mirë kur kombinohet me veprime pozitive. Shenja 2. Incident me zogjë. Shenja e dytë mund të duket e çuditshme dhe jo shumë e këndshme, por është një nga më të njohurat.
nëse një zog ju ndodh pra ju bën pis nga lart, konsiderohet shenjë e fortë se parat po vinë. Kjo supersticion është i përhapur në shumë kultura, si ruse, turke, italiane, hindu dhe evropiane. Arsyeja është aq e rrallë sa të ndodh, sa që konsiderohet si bekim nga qielli literalisht. Në Rusi dhe Itali besohet se sjell para të papritura, ndërsa në Turqi dhe Indi lidhet me pasuri dhe fat të madh. Edhe nëse është bezdisë në moment, shumë njerëz thonë, më mirë të pastrohem tani, se do të kem para për të shpenzuar më vonë. Nëse ju ka ndodhur kohët e fundit, mos u mërzitni, është sinjal pozitiv për bollëk financiar. Shenja 3. Marrja e parave në ditë specifike. Shenja e tretë lidhet me ciklet hënore. Nëse merrni para, si dhuratë, bakshish, rimbursim apo pagesë të papritur, gjatë hënës së re ose të plotë, besohet se do të tërheqë më shumë bollëk në jetën tuaj. Në tradita të lashta dhe astrologji, hëna e re simbolizon fillime të reja dhe manifestim, ndërsa hëna e plotë kulmim dhe shpërblim. Marrja e parave në këto faza konsiderohet si sinjal se energjia financiare po rrjedh drejt jush. Në disa kultura, njerëzit planifikojnë pagesa ose dhurata pikërisht në këto ditë për të multiplikuar fatin. Nëse ju ka ndodhur së fundmi, prisni më shumë lajme të mira financiare, ndoshta një bonus ose mundësi investimi. Shenja 4. Shtatzënia. Shenja e 4 është lidhja me shtatzënin. Nëse prisni një fëmijë ose jeni pranë një gruaje shtatzën, besohet se mbart fat të madh financiar dhe bollëk. Në disa tradita të lashta, fëmijët e rinj simbolizojnë jetë të re, rritje dhe prosperitet, si një investim në të ardhmen. Të u gjesh pranë një gruaje shtatzën tërheq energji pozitive, duke përfshirë pasuri. Në feng shui dhe kultura të tjera, shtatzënia shihet si kohë bollëku dhe familjet presin bekime financiare me ardhjen e fëmijës. Nëse jeni në këtë fazë ose rreth njerëzve të tillë, është shenjë se pasuria po zgjerohet në jetën tuaj. Shenja 5. Monedha të imëta. Shenja e 5. Të kesh shumë monedha të imëta të shpërndara nëpër shtëpi, veçanërisht në kuzhinë. Sipas feng shui dhe supersticioneve ruse, monedhat tërheqin më shumë para, parat tërheqin para. Kuzhina simbolizon ushqim dhe bollëk, kështu që monedhat aty aktivizojnë energjinë e pasurisë. Në tradita të tjera, mbajtja e monedhave nëpër xhepa ose dollap sjell fat financiar. Nëse gjeni monedha të harruara kudo, mos i hidhni, është sinjal se bollku po grumbullohet. Shenja 6. Rjeta e merimangës. Shenja e 6 është pak specifike. Nëse shihni inicialet tuaja të formuara në rjetën e një merimange, besohet se është shenjë e fortë fati dhe pasurie për vite me radhë. Merimangat në përgjithësi lidhen me fat financiar në shumë kultura, quhen money spiders në angli dhe rjetat e tyre simbolizojnë tërheqjen e prosperitetit. Nëse shihni inicialet tuaja, është si një mesazh personal nga universi se parat po vinë. Shenja 7. Insektet në shtëpi. Shenja e 7. Vizita nga insektet të caktuara si karkaleca, merimanga kafe ose flutura të errëta. Në tradita kineze dhe evropiane, karkalecat në shtëpi sjellin fat të madh financiar dhe karrierë. Merimangat kafe lidhen me pasuri, ndërsa fluturat e errëta paralajmërojnë lajme pozitive për para ose sukses. Mos i dëboni, lërini të qëndrojnë për të aktivizuar energjinë. Shenja 8. Fluska në kafe. Shenja e fundit, të shihni fluska në sipërfaqen e kafes dhe të arrini t'i kapni me lugë pa i plasur. Në supersticione evropiane dhe të lindjes së mesme, fluskat simbolizojnë para të papritura. Nëse i kapni, do të keni bollëk financiar. Nëse lëvizin drejt jush, është sinjal i fortë pasurie. Përfundim. Këto ishin 8 shenjat supersticioze që tregojnë se parat po vinë. Nëse keni përjetuar ndonjë prej tyre, shkruani në komente, ndajeni historinë tuaj. Mos harroni të pëlqeni videon, abonohuni dhe ndani me miq për më shumë fat. Faleminderit që shikuat, shihemi në videon tjetër. Fat të mirë dhe pasuri për të gjithë.